Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nisi këtë të hënë gjyqi në themel në ngarkim të ish-kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Amarbër Maltezi dhe 3 të akuzuarve të tjerë në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Seanca e parë dështoi pasi prokurori i çështjes Arben Kraja kërkoi shtyrjen e seancës me argumentin se Sali Berisha nuk është njoftuar zyrtarisht. Në dalje nga ambientet e GKK-s, Amarbër Maltezi tha se janë shkelur procedurat pasi Berisha duhet të njoftohej 10 ditë më herët, ndërsa vetë procesin e konsideroi fars. Njoftimi për zotin Berisha ka ardhur të premten. Sipas kodit të procedurës duhet vinte 10 ditë para. Ka ardhur para 2 ditësh, që në këtë moment ne shikojmë që shteti bën farsa, sepse shteti, policia le themi, e kishte njoftimin që para 2 javësh. Zgjodhi ta sillte të premten, pikërisht për këtë punë. Kemi të bëjmë me një, le themi, gjueti shtrigash. Than gjoja sikur po fillonin të kërkonin për çështjen e klubit Partizani. Por me njerë, sa po i dha Edi Rama në 2022 urdhrin për të hetuar Sali Berishën në kongresin e PS-s, brenda muajit kanë bërë 16 kërkesa për 30 vjet hetime në 3 breza të Sali Berishës. Në bazë të shortit, procesi gjyqësor kryesohet nga gjyqtarja Elsa Ulliri, e cila ka paraqitur kërkesë për dorëheqje nga çështja penale për shkak se është e afërmja e deputetes së Partisë Demokratike Andja Ulliri. Unë mendoj që 10 ditë përpara që është bërë kjo kërkesë, që thoni ju, kjo nuk duhet lënë të vinte dita e gjykimit, pra do të marrë një vendim. Dhe unë besoj që nëse është bërë, edhe vendimi për mospranimin e saj duhet jetë marrë. Përveç kërkesës për heqjen dorë nga gjykimi nga ana e gjyqtares, në seancën e radhës për të akuzuarit e dosjes Partizani, që pritet të zhvillohet me 21 korrik, do të shqyrtohet edhe kërkesa e Amarbër Maltezit për heqjen e masës së sigurisë së arrestit në shtëpi ku ndodhet prej nëntorit të vitit 2023. SPAK ka ngritur ndaj Berishës akuzën e korrupsionit pasiv në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani rreth 2 dekada më parë. I panderur për të njëjtën vepër penale në këtë çështje është edhe dhëndri i Berishës i Amarbër Maltezi. Në të njëjtën çështje SPAK akuzon për korrupsion aktiv biznesmenin e ndërtimit Fatmir Bektashi, ndërsa Xhimi Begea dhe Andja Pustina akuzohen për pastrim parash. Si të panderur në këtë çështje për akuzën e pastrimit të parave, janë edhe shoqëritë Studio Pustina SHPK, Home Plan SHPK dhe Kontakt SHPK.